Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë orakull. Në gjendjen tuaj personale keni rrota e fatit, mbretëresha e kupave, 3 monedhat, 10 shkopinjt. Kjo javë nis me lëvizje dhe ndryshime të rëndësishme. Rrota e fatit tregon që diçka po ndryshon në ritmin në jetën tuaj. Mund të ketë një kthes, mund të ketë një zhvillim të papritur, ose ndjesinë që po shtyheni drejt një faze të re. Me kartën mbretëresha e kupave, emocionet tuaja bëhen shumë më intuitive. Ju mund të ndjeni gjithçka më fort këtë javë dhe të kuptoni njerëzit apo situatat, pa pasur nevojë për shumë fjalë. 3 monedhat tregon përpjekje dhe bashkëpunim, pavarësisht gjithë ngarkesës emocionale. Ju po përpiqeni të mbani gjithçka funksionale, të bashkëpunoni ose të ndërtoni diçka konkrete. Por fundi me 10 shkopinjt tregon lodhje. Mund të ndiheni sikur po mbani shumë përgjegjësi, po mendoni për të gjithë përveç vetes, ose po përpiqeni të kontrolloni gjithçka të vetëm. Duket se kjo javë ju mëson se jo çdo barr duhet mbajtur vetëm mbi supe. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 10 shpatat, 4 monedhat, 5 monedhat, 9 monedhat dhe njeriu i varur që ranë njëkohësisht. Në familje, energjia duket paksa komplekse. 10 shpatat tregon fund të një periudhe të lodhshme, zhgënjim ose situatë që ka arritur limitin emocional. Me 4 monedhat, dikush mund të jetë shumë i mbyllur, kontrollues ose i fokusuar fort tek siguria materiale dhe emocionale. 5 monedhat sjell ndjesi mungese, distance ose vetmie emocionale. Mund të ekzistojë ndjesia që dikush nuk po ndihet plotësisht i mbështetur, por 9 monedha tregon se pavarësisht gjithë kësaj, ekziston edhe dëshira për të ruajtur pavarësinë, dinjitetin dhe stabilitetin personal. Me kartën njeriu i varur, situata duket ende pezull, nuk ka zgjidhje të menjëhershme. Kërkohet durim dhe një mënyrë tjetër për ta parë problemin apo situatën e caktuar në familjen tuaj. Pra në familje duket sikur ka lodhje emocionale dhe ndjesi distance mes disa personave, por edhe shumë krenari ose mbyllje që e vështirëson komunikimin e hapur. Megjithatë, kartat tregojnë se situata nuk është përfundimtare, thjesht kërkon kohë, durim dhe një mënyrë tjetër për ta kuptuar dhe përballuar. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi bota, kalorësi i shkopinjve, perandoresha, 4 shpatat. Në dashuri, bota tregon mbyllje cikli ose kalim në një fazë të re emocionale. Kjo kartë mund të nënkuptojë gjithashtu lidhje në distancë, kontakte virtuale ose ndjesinë që një histori po arrin në një pikë të rëndësishme zhvillimi. Me kalorësinë e shkopinjve, energjia ndizet fort, sepse nënkupton pasion, tërheqje, afrim i shpejt, kontakt fizik ose një person që hyn me shumë zjarr ose vrull në jetën tuaj, ose mund të jeni ju vetë të konvertuar në këtë energji. Më pas, kemi kartën e perandoreshës dhe kjo e zbut energjin duke sjell afeksion, ngrohtësi, sensualitet dhe shumë butësi. Por fundi me kartën 4 shpatat tregon ngadalësim ose distancë të përkohshme. Pavarësisht pasionit dhe afrimit, dikush nga ju mund të tërhiqet për të reflektuar, duke ndier nevojën për pushim emocional, ose sikur nuk ndihet ende gati të hapet plotësisht. Për disa mund të ketë plogështi shpirtërore ose fizike. Dashuria duket sikur kalon nga mbyllje ose ndryshim cikli në ndezje pasioni, më pas përqafon një afrim emocional dhe në fund tërhiqet në heshtje ose reflektim.
Kjo javë duket se po ndizet fort emocionalisht dhe fizikisht, por ritmi i saj mbetet i luhatshëm, sepse pas afrimit dhe pasionit, njëri prej jush mund të ketë nevojën për hapësirë dhe reflektim. Kalojmë tek puna. Në punë kemi forca, 7 shpatat, dielli, 8 shpatat. Në punë kjo javë kërkon shumë vetë kontroll. Forca tregon se ju po përpiqeni të ruani qetësinë dhe kontrollin, edhe kur situatat ju lodhin, por me kartën 7 shpatat duhet kujdes, vigjilencë, sepse jo gjithçka mund të jetë aq e qartë sa duket. Mund të ketë mungesë transparence ose njerëz që nuk tregojnë gjithçka hapur. Megjithatë, karta e diellit sjell sukses dhe qartësi. Gjërat fillojnë të ndriçohen. Ndoshta mund të merrni lajme pozitive ose diçka ekspozohet, ose të ndiheni më të sigurt në drejtimin tuaj. Por fundi me 8 shpata tregon që pengesa më e madhe mund të jetë vetë mendja juaj, dyshimet, frika ose ndjesia që po mendoni shumë përpara se të veproni. Pra në punë ka potencial shumë pozitiv, por ju duhet të mos lejoni stresin dhe pasiguritë t'ju bllokojnë. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi dorëzim. Dorëzimi nuk do të thotë humbje, do të thotë të ndaloni së luftuari me gjëra që nuk mund t'i kontrolloni. Kjo javë ju kërkon të lironi pak peshën emocionale dhe mendore që po mbani mbi vete. Sa më shumë të përpiqeni të detyroni situatat të ecin sipas dëshirës suaj, aq më shumë do të lodheni. Ndonjëherë paqja vjen pikërisht kur ju pranoni rrjedhën e gjërave dhe i lejoni vetes të marrë frymë. Paçim.